Premten me siguri që do fillojmë vendosin e tyre. Një javë kohë. Ka që ishte intervali kohor që drejtori i shërbimeve publike, Bekim Brëstovci, kishte dhënë lidhur me rregullimin e mbrojtësve të sigurisë, te banesat e fasaduara tek rrethi me flamor. Banesat të cilat ishin në gjendje të tmerrshme që nga pas lufta, Komuna e Prishtinës ka arritur t'i fasadoj, por banorët i ka lënë brenda. Balkonet janë të pasigurta për ta, marrë parasysh rrethojat që operatori ekonomik i kishte larguar vet, i ka lënë në hyrje të bllokut të banesave. E gjendja e njëjtë po vazhdon edhe këtë javë. Jam një banor i objektit të renovuar të rrethi me flamor. Desha t'ju njoftoj se pas storjes së publikuar nga ju, janë marmasa vetëm për disa balkona në numër shumë të vogël dhe punimet janë dalur. Të lutem, nëse ke mundësi me kontaktu me zyrtarët e komunës sepse jemi në rrezik shumë të madh. E nga komuna, këtë kanë arsyetuar me nevojën e një kontrate të re, e cila mbetet në proces finalizimi. Jemi tani në fazën përfundimtare të nënshkrimit të një kontrate të re për rrethoja sigurisë dhe natyrisht që jo vetëm lokacioni për cilin ju po flisni, po kemi edhe shumë lokacione tjera të cilat i kemi identifikuar dhe edhe për atë edhe është hap një procedurë tenderimi, po them është nëse zgaboj është në procesin e fundit të vlerësimit dhe posa ta kemi kontratën aktive, me siguri që brenda pak ditëve do jemi në terren dhe do i sanojmë të gjitha ato që duhet sanuar. Faleminderit. Bloku banesor është renovuar në kuadër të një projekti për eficiencë të energjisë dhe sipas komunës, kontrata e dytë për objektet e tjera në vlerë prej 3 milion pritet të nënshkruhet muajt në vazhdim.